Ish-Këshilltari i Sigurisë Kombëtare të Shtetet e Bashkuara John Bolton beson se një komplot për vrasjen e Donald Trump është i mundur. Në një prononcim për mediat amerikane, Bolton beson se plani iranian po analizohet nga Garda Revolucionare që nga koha e vrasjes së ish-generalit të lartë Qasem Soleimani në vitin 2020. Well, without seeing it, it's obviously hard to judge it. Edhe pse është vështirë për ta gjykuar, po për mua është shumë e besueshme. Dua të them se një nga problemet me të cilat përballemi ka të bëjë me faktin se në Iran nuk ka një qeveri funksionale dhe është shumë e rrezikshme situata. Ata nuk kanë kontrollin e armëve që po përdoren kundër vendeve të gjirit. Garda Revolucionare ka në dorë mjetet për prodhimin e armëve bërthamore dhe jo civilët. Janë ata që po komplotojnë kundër jetës së Trump. Është plotësisht e mundur që ose Garda Revolucionare ose Ministri i Informacionit dhe Sigurisë të vazhdojnë të thurin plane për vrasjen e Trump. Më duhet të theksoj se ky komplot vjen organizuar që nga vrasja e generalit të lartë iranian Qasem Soleimani në vitin 2020. Unë dyshoj se sot lista e eliminimeve shkon për ti Donald Trump. Më lejoni të them diçka tjetër për sa i përket inteligjencës izraelite. Edhe pse ata besojnë se ka një raport inteligjence për vrasjen e Trump, dua të them se çdo informacion kalon nga inteligjenca amerikane. Nuk besoj se një qëllim për vrasjen e Trump do ta bënte Trump të lëvizte një avion të Katarit dhe jo në Boeing-un e famshëm.